Pas miratimit të raportit të Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian për Maqedoninë, reagoi Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë. Thonë se përshëndesin vendimin e komitetit që të mos hyet në siç thuhet narrativa nacionaliste për identitetin shekullor maqedonas. Ne përshëndesim vendosmërinë e AFET-it për të mos u përfshirë në narrativa nacionaliste spekulative të lidhura me pretendimet për një identitet maqedonas shekullor, të cilat bien ndesh me vlera europiane për gjithëpërfshirje dhe lëndojnë ndjenjat si të bullgarëve, ashtu edhe të përfaqësuesve të komuniteteve tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Bullgaria vazhdimisht deklaron se nuk ka vërejtje ndaj perceptimeve moderne bashkëkohore për identitetin e asnjë individi apo komuniteti. Kjo është çështje e zgjedhjes personale. Fatkeqësisht, interpretimi manipulues i këtij qëndrimi nga autoritetet në Shkup shpeshherë shërben si justifikim për mospërmbushjen e detyrimeve të marra. Mbledhja e AFET-it konkretisht amandamente të dorëzuara nga Partitë Popullore Evropiane ishin shkak për kritika nga LSDM drejtuar qeverisë. Aty thuhet se VMRO-DPMN mori një shuplak historike nga partitë si Motra. Ovaj amandman представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО-ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО-ДПМН во својата матична групација. Дополнително, загрижува што ИПП најави дека ќе го поднесе истиот амандман и на пленарна седница, што значи дека ова не е само изолиран инцидент, туку координиран став за кој што ВМРО-ДПМН и во кој што ВМРО-ДПМН или учествува, или дефинитивно молчи. Mirë që e kaluam këtë fazë të parë në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ta kryeministri Mickoski, për faktin që aleatët e tij nga PPE dorëzuan amendamentet, ai tha se Andrej Kovačev është pjesë e tyre, por se shumica e tyre votuan për raportin. 15 беа за извештајот на ВАјД, пратеници и европратеници од ЕНП, учително и преседавачот на комитетот господин Мекалистер, тројца беа против и двајца беа воздржани. Тоа беа пречките пратеници. Така што ова беше гласањето во рамките на ЕНП. Добро е што ја поминавте оваа прва препрека. И добро е што сите видоа дека не е суштината неколку стотини бугари, дека многу подлабока е истина. Mickoski gjithashtu tha se pritet që edhe në seancën plenare të Parlamentit Evropian, ku do të votohet raporti, të ketë amendamente, por nuk është i sigurt si do të përfundojë votimi atje.